Një aksident rrugor është regjistruar pas ditën e kaluar në Durrës, ku një automjet ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në një kanal lëndësor. Burimet bëjnë me dije se dyshohet se mjeti i cili po lëvizte në autostradën Tiranë-Durrës ka qenë me shpejtësi të lartë. Fillimisht është përplasur me një shtyllë dhe si pasojë e shpejtësisë ka përfunduar në kanalin e ujërave të larta. Si pasojë e aksidentit është lënduar drejtuesja e mjetit, e cila është transportuar për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Durrësit. Në vendngjarje kanë mbritur forcat e policisë, që dhanë ndihmë për shoferin e dëmtuar dhe hetuan shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Në njoftimin e saj, policia ka bërë me dije se ka qenë e reja ai që ka humbur kontrollin e mjetit dhe se ajo ndodhet në spital tashmë jashtë rrezikut për jetën. Rreth orës 17:15 tek vendi i quajtur Ura dhe Elanit thekson policia në njoftim automjeti me drejtuese shtetësen me inicialet GK rreth 24 vjeçë, dyshohet se si pasojë e humbjes së kontrollit mbi automjetin nga ana e 24 vjeçares, ka dalë nga rruga dhe ka rënë në kanal. Si pasojë, 24 vjeçaria ndodhet në spital duke marrë ndihmë mjekësore jashtë rrezikut për jetën, thuhet në njoftimin e policisë.